Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku ripo takohemi përsëri ditën e sotme për të vazhduar me analizën rreth ngjarjeve që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Dua të ndaloj në një ngjarje tjetër që në fakt e kemi komentuar jashtëzakonisht shumë, e kemi diskutuar, kemi hedhur hipotezat tona, mendimet tona, se si Rogerti mund ta njihte Selin. Do me thënë, unë ditën e djeshme e shpjegova që Greta ka folur diçka në raport me Selin dhe Rogert dhe Greta ka thënë që ne e dinim që Rogerti do të futet brenda në shtëpinë e Big Brotherit për të suportuar Selin. Por kjo nuk do thotë që Selin e ka ditur, sepse Selin është më herët brenda asaj shtëpie, është që në ditën 0. Tani, Rogerti e ka pranuar gjithmonë që vërtet ka ardhur me një mesazh nga tezja e Selin. Në këtë pikën e besoj Rogertin, sepse familja e Selin u munduan që të japin mesazhe të ndryshme kundër drejt Selin, duke përdor një telefonat me babain e saj, zotëri Tonin, i cili në fakt indikuar edhe nga komentet e atyre ditëve, nga ngjarjet e atyre ditëve që në fakt përfliteshin, tregoheshin në rrjetet sociale, e quajti Mirin një djalë pervers dhe më pas, do me thënë, produksioni e luajti lojën shumë bukur, nxori një video e cila bëri xhiron e rrjetit dhe e quajti Mirin si të dashuruar. Video që në fakt ne kemi parë shumë më herët, ndërsa Miri e shikon këtë video natën e mbrëmshme në shtëpi pas 2 muajsh. Deklaratat e Rogertit për të mbrojtur Selin apo për ta ndarë Selinën nga Miri kanë qenë gjithmonë të thëna brenda asaj shtëpie. Nuk është se mbrëm ne zbuluam një diçka, por deklarata apo akuza kundër drejt babait të Selin, që babai i Selinës është i burgosur, një deklarat që sipas Rogertit ka ardhur nga tezja e Selin, ka ngritur haludime të mëdha në rrjetet sociale, si qëndron e vërteta për babain e Selinës. Tani miqtë të afërt, këtu mos përfshir familjen, por miqtë të afërt që e njohin këtë familjen, kanë thënë që dhe deklarata që natën e mbrëmshme dha Selin ka qenë një deklarat jo e vërtet, sepse babai i Selinës jeton në Portugali. Do me thënë, ky është një lajm që ka ardhur jo i konfirmuar, jo zyrtar, është një lajm që ka ardhur nga familjarët e familjes Selin. Tani, unë nuk e quaj diçka keq, edhe sikur babai i Selinës të ndodhesht edhe të ishte në burg. Pyetja që unë e bëj është kjo: pse ka përshkallëzuar deri në këtë nivel inati edhe urrejtja që Rogerti dhe Selina kanë ndërtuar kundër drejt njëri tjetrit? Domethënë, pse i gjithë ky mllef i madh? Pse gjithë kjo urrejtje kundër drejt njëri tjetrit dhe pse duhet që një njeri të ofendohet kaq shumë vetëm për tu fakturizuar në lojë? Rogerti thonte që unë e njoh shumë Selinën, por natën e mbrëmshme doli shumë blof me atë që tha, sepse të thuash ti unë e njoh një njeri, do me thënë duhet të kesh shumë bazë për atë dhe duhet të di shumë gjëra të faktuara, nuk mund të thuash unë e njoh një njeri, duke parë disa fotografi që ka dalë në Dubai, ku më pas familja e Selinës i dëshmoi që në të vërtet ka qenë me kryeministrin zoti Ramën dhe kanë patur një vallëzim tradicional kombëtar që Selina ka vallëzuar, dhe në këtë rast, do me thënë, Selin nuk ka shkuar për atë gjën që Rogerti pretendon, siç ne jemi mësuar të dëgjojmë nga gjitha vajzat e tjera shqiptare që ikin në Dubai dhe ikin për një jetë, do me thënë, për të fjetur me sheik e tjerë, sepse aty dëshironte të del Rogerti, dhe nga ana tjetër, do me thënë, Rogerti, me sa unë arrita ta kuptoj, informacionin ka filluar ta merr për Selin brenda si banore, që në momentin kur është zyrtarizuar që Rogerti do t'jetë pjesë e këtij kasti. Dhe në momentin që Rogerti bëhet pjesë e kastit, jo në shtëpi, por bëhet pjesë e kastit jashtë Big Brotherit, Rogerti fillon dhe ulumton për banorët, fillon dhe studion lojën dhe ndoshta në Google i kanë dalur sa fotografi
që Rogerti sot i përdorën në konotacionin si do ai, ndërsa në anën tjetër, do me thënë, Rogerti ka një informacion që ja ka dhënë Tezja, që në këtë rast babai i Selinës mund të ketë një të kaluar të hidhur në burg, por nuk do të thotë që ai tashmë është në burg. Do me thënë, nga informacionet që arritën tek mua si një gazetar i showbizit, do me thënë, mua mu tha nga miqtë të zotërisë që babai i Selinës ndodhet në Portugali për normalisht si të gjithë shqiptarët që marrin rrugën e mërgimit, por jo me diçka që do të thënë atë do ta pasonte ndryshe, sepse një babai i cili është në burg nuk mund të flet në një televizion dhe nuk mund të jep deklarata. Edhe pse Rogerti thotë që unë po të isha në vendin e babait të Selinës kisha ardhur e kisha nxjerr për flokësh, mendoj që kjo është thjesht një konstatim i tij, por nuk ka të bëjë me realitetin që Rogerti pretendon të jep. Unë mendoj që Rogerti ka hyrë me qëllimin që Selinën ta ketë aleancën e tij, e ka parë nga jashtë që është një femër që do me thënë gjurmohet, unë kështu do ta quaj, gjurmohet nga çunat e shtëpisë, është një femër që është në vëmendje të Big Brotherit, sepse Selina që në ditën e parë, duhet të jemi të sinqertë, ka patur fokusin, është një lojtare e fortë, debatet i kishte shumë të forta, në debate gjithmonë ishte Selin që bërtiste dhe jo Miri, Miri e ngrinte zërin në shpinën e Selin, do me thënë e kishte si një lloj mbrojtje Selinën, dhe kështu që Rogerti e ka studiuar këtë pjesën dhe ka analizuar, duke u njohur edhe Tezja e Selin me gruan e Rogertit, do me thënë kanë bërë këtë lloj kombinimin që këto të dy së bashku të shkojnë në finale dhe njëri sidoqoftë kushdo që ta fitonte, do ta fitonte njëri prej të dy që realisht janë miq që njihen nga jashtë, por Rogerti dhe Selin nuk kanë informacione që bashkëshortja e Rogertit dhe Tezja e Selinës kanë prishur raportet e tyre dhe është më se normale, sidomos nga deklarata e mbrëmshme që Rogerti dha që Tezja jote më ka thënë që babai jot është në burg, do me thënë kjo është një deklaratë shumë e rëndë, atëherë i bie që armiqësia në këtë miqësinë të dikurshme që ka qenë, tashmë po vazhdon edhe po rritet shumë e më shumë. Unë e shoh si një luftë në fakt hapur mes të dy banorëve, si një diskutim të hapur mes të dy banorëve, nuk ma merr mendja që do të jetë një gjë që do të ndalon, do të jetë një gjë që do të jetë më agresive në momentin kur do del Gimbo. Do me thënë që ta përfundoj si gjë, unë e kuptova që babai i Selinës ndodhet në Europë, do me thënë mu tha që është në Portugali, nuk është në Afrikë, nuk e di pse Selin vendosi ta prezanton sikur është në Afrikë, por gjithsesi ato janë problemet e tyre familjare, janë në privatësia e tyre. Selina në linjën e jetës së saj do zbërthen gjithçka dhe do tregon gjithçka rreth jetës, rreth të kaluarës dhe rreth asaj që është deri më tani. Ajo ka fol pak në fakt në raport me babain, me Gimbon, që babai i saj ka patur një krisje në martesë me nënën e Selin. Ajo mbrëmë tregoi dhe sepse ka patur shumë amencime se cilit nacionaliteti përket nëna e Selinës, do me thënë e tregoi që është nga Malizi dhe zakonisht mbiemrat në Maltëzi mbarojnë me do me thënë prapashtesa të tilla. Dhe për këtë pikën, unë mendoj që Selin do t'jetë banorja e cila do t'hap shumë sekretet e jetës së saj, që ndoshta ne do të shokohemi deri më tani me atë që e kemi imagjinuar dhe kemi sjellë tek ju.